Monën me ku është Kurani, çdo sen ka hajër dhe bereqet, çdo sen. E kam provu një të time, fjallën e dietarë të selefëve që ka thonë, kur kam pas dëshirë me pas bereqet në ditë, kam lexuar shumë Kur'an. Vallahi, thumme vallahi. Çdo herë për vetë që kam bërë dozën e madhe të Kur'anit, gjithmonë atë ditë kam pas bereqet të hadashëm. Si aspektin fizik, si aspektin ndjenja. Nëse kam lexuar, kam pas zakon 30 faqe, 40 faqe në ditë, e kam shtuar në 70, 80, a be kështu, a be çfarë bindje, pa kur fare dyshimi. A di, sikur se me pas, s'pëdisi me ja tregu, si marrveshje me Zotin, a be s'ka qara se të pa pas bereqet, edhe është mëse e vërtet. Kështu ka ndodhur me njerëzit që e tregojnë. Kur ka pyet një djalë nënën e vet, thot, ai nan, gjithmonë kur e marr ushqimin ti, një ushqim thjesht, shumë makanet e lezetshëm. A thua vallë, çka i ban ti që e ban aq lezetshëm? Çka ka dëni marifet? Kto që punojnë në kuzhinë e din. Mos ka dëni marifet, i fut diçka që na nuk e dimi, dëni element. Edhe thot, nana është munu maksimalisht mos m'ja tregu, mos më spalos se ka qenë për sekreti, jo sekreti i marifetit, artikull të ushqimit, po diçka tjetër e msheft. Ai disër djali ka të nduksu me tendencë, trego, deri sa është detyruar, unë e ka thonë këshereve djallë, thotu. Unë ushqimin kur e marroj, jo që kam dëni marifet, dëni recept, diçka të veçantë. Nuk i fuz dëni veget ma tepër, apo dëni diçka krep, apo futi diçka, sikur që këto që janë, e kanë zanatin e tyre që është arti i gjellave, thot një gjithë, thot unë e baj. Unë për momentin që janë nisën e pregatit ushqimin, unë shka bëj ushqim edhe baj dhikër. E bëj ushqimin, thëmë subhanallahu, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallahu, alhamdulillah, la ilaha illallah. Edhe mirë kupton, thot, vetëm për hatër që e përmenë Allahun nana duke e gatu ushqimin, kjo jep shije dhe lezet. Ndërsa sot të na, jo që me përmenë Allahun, të na, si të tregojnë disa xhallarë, ushqimin që e marrojnë nënët e tona, ketë me, jo me bekime, ketë me mallkime. Baron ushqim, ku shko djallë, ku dalë me ecë, Zoti ta marr qafën, ta thef qafën. Shejtani, to shpet e këqia ndikon e të ushqimi. Për shembull ti, pa ushqim edhe lexo Kur'an. Pa dhe ai lezet është ushqimbe. Futet ato molekulat e ajeteve në hajë dhe në pije, kjo ndikon pastaj edhe në lukth.